me ndjohje, bili edhe kishte edhe shakan mes neve, që tash i thrasum këta tonët, që tash e thrasum flotën ajrore, mos u boni marak, për çdo lëvizje që identifikoj shumë lëvizje të trupave. Keni vëzhguar lëvizjen e trupave, dhe ato lëvizje keni raportuar te kandidatët. Natyrisht do thotë informatat në teren, kryesisht NATO i ka marrë nga njësitë e OQK-s që kanë qenë në teren. Të përgatitura për atë qëllim. Për prezencën e artillerisë, të pozicioneve serbe. Pozicioneve serbe, të artillerisë, të njësive kundërajrore serbe, të grumbullimit trupave, të përgatitjes së trupave të tyre për betejë, të gjitha, se kjo është detyra e ushtrisë. Edhe palës ndërluftuese do thotë merr informacion operativ për armikun.